Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tiron Alilin për të ndarë me ju lajmet më të fundit. 2 muaj nuk janë shumë, apo 3 muaj për të startuar një reality show tjetër gjigant i cili do të na mbërthejë zemrat për ekranin. Olsa Muhameti, producentja e Big Brother VIP Kosova, në Big Brotherin e kaluar, do me thënë këtë sezon që përfundoi, pati një sukses të papar. Në qoftë se Olsa nuk do ta kishte hulumtuar Gjestin, nuk do ta kishte përzgjedhur për Big Brother Kosovën, Gjesti sot nuk do të ishte ky ylli, ky fenomeni i cili u ngrit në Big Brother VIP Albania. Edhe pse gabimi i tyre ndodhi me daljen e Gjestit nga shtëpia, kjo nuk do të thotë që Olsa nuk është një producente e suksesshme, që Olsa nuk diti se çfarë të përzgjedhen për t'i ngritur imazhin, famën Big Brother VIP Kosovës. Me një shtëpi krejtësisht ndryshe, që në fakt Olsa dhe Alaudini nuk e thanë, por nga buzëqeshja e tyre u kuptua që do t'jetë një platformë krejtësisht më e re. Drejtuesi i programit Alaudin Hamiti dhe producentja Olsa Muhameti kanë dhënë një lajm të rëndësishëm rreth Big Brother VIP Kosova 4. Derisa ndodhen në një konferencë për këtë format në Gjermani, ata kanë ndarë edhe lajmin e bukur. Dyshja zbuluan se edicioni 4 i Big Brother VIP Kosova do të vijë së shpejti, por ka akoma kohë për detaje. Big Brother VIP Kosova 4 po vjen. Do të ketë shumë inovacione dhe vetëm risi, theksoi Alaudini. Ndërsa sa i përket konferencës, Muhameti tha, është emocionuese fakti se si Kosova është trajtuar në këtë konferencë. Pra Kosova, një shtet i vogël që ka bërë një punë të madhe përmes Big Brotherit dhe përmes këtij formati kaq të jashtëzakonshëm. Reality është përmendur që të prezantohet kaq dinjitos te shtetet e tjera. Mua më pëlqen fakti që ne arritëm që përmes Big Brother VIP Kosova që të jemi pjesë e kësaj tavoline siç ishte historia e vullnetit dhe ajo e burimit me AL, përdorimin e inteligjencës artificiale, tha mes të tjerave. E fituesi i këtij viti vlen të ceket se u shpall bokseri Drilon Rama. Së shpejti në ekranin e Klan Kosovës do të rikthehet edicioni i 4 i Big Brother VIP Kosovës. Pritet që të jetë një edicion shumë i fuqishëm, pritet që të jetë një edicion ku brenda këtij formatit do të dëgjojmë histori të ndryshme, duke e kuptuar që formatet të këtilla bazohen në histori. Do të shohim personazhe me karaktere të ndryshme. Do të hulumtojmë njerëz të cilët do të ndajnë sekrete nga jeta e tyre që nuk i kanë ndarë kurrë më parë. Big Brother Kosova krahasuar me Big Brotherin e Shqipërisë, një gjë që mua më duhet ta them publikisht, në përzgjedhjen e personazheve ka prekur personazhe të ndryshëm, deri tek Alba, e cila ishte një vajzë, një protagoniste e filmave për të rritur. Do me thënë personazhe që më herët nuk kanë qenë fytyra publike, të paktën në median shqiptare. Se kush do të jetë këtë vit? Se për çfarë historish do të flitet, se për çfarë detaje do të flitet dhe çfarë shtëpie do të ketë, këtë do ta ndjekim.